Program për punësimin, lirja e tregut dhe marrja e statusit të vendit kandidat janë tre shtyllat kryesore ku do të përqendrohet mazhoranca aktuale nëse fiton një mandat të tretë 4 vjeçar. Këtë deklarat ka bërë kryeministri Berisha mbrëmjen e së dielës në një takim rreth 90 minuta me gazetarët. Në vitin 2005 rrogat e shqiptarëve ishin qesharake, ndërsa sot ne kemi arritur të dyfishojmë rrogën mesatare, është shprehur lideri i mazhorancës. Gjatë diskutimit të tij të gjatë, Berisha i është rikthyer votimit të 3 ligjeve. Gjithë ministrët e qershor ne jemi të gatshëm dhe 23 herë të mbledhim parlamentin vetëm për të votuar ato 3 ligje. Por në rast se para tjetër në një vullnet të smur vazhdon dhe insiston në blokim në tyre, ne në fatin një gjorë më të parë që lejojnë ligjet dhe kushtetuta e vendit, do thrasim referendumin. I akuzuar në media se pa anashkalon debatin publik, Berisha u shpreh se nuk do të bëhet viktime çështjeve të tilla, pasi strategjia e PD-s në këto zgjedhje është diskutimi i programit me grupet e interesit. Ne nuk duhem kurrë të imponojmë mediave debatet që ne duam. Jo. Sikundër nuk pranojmë kurrë të na imponohen, konstatojmë se pala tjetër po kushtëzon. Përpiqemi të lëmë me kuptuar se nuk është kjo ky qenimi dinjitos ndaj mediave të pavarura, por çështja është e tyre, jo e jona. Të rrumbullata do të jenë lider i komunikimit me grupet e interesit me të cilat ne do shqyrtojmë çdo element të programit tonë. Duke u ndalur te lista e kandidatëve, Berisha është treguar i kujdesshëm mos të bëjë publik asnjë emër, ndërsa ka akuzuar rivalin e tij politik se po përdor pushtetin e artimit të listave për të abuzuar. Përdorimi i kandidaturave për terror partijak nuk është demokratik. Nuk po bëhet lista, po bëhet lista aty, sepse unë jam kryetar, por unë kam sa gjëra të shkruar aty, se si do i paraqes kandidaturat. Unë nuk them që unë nuk kam fjalën time me peshën caktuar në përcaktimin e tyre, kjo është e ditë. Por ama, në qoftë se unë njërin e marr edhe shoqoj dhe them eureka, kurse të tjerë them prisi sa të vi Këshilli Kombëtar apo Asambleja Kombëtare si tek ai, këtë as ati shpirtërori e Ramës nuk e kishte bërë më njëherë. Pas konferencës së kryeministrit Berisha ka reaguar në rrjetin social Twitter lideri i opozitës. 51.000 vende pune janë shkurtuar në 3 vjet, shkruan Rama, ndaj programi për punësimin që prezantoi Berisha është i pavërtet. Kreu socialist shprehet gjithashtu se PD vazhdon të kopjojë programin e të majtës, së fundmi me konventat.